Nga ana tjetër, Indrit, sot Partia Demokratike ka deklaruar zotëqoj në SPAK një kallëzim ndaj kryeministrit Rama, ndaj qeverisë dhe pikërisht atë për 4.2 milionët e lëvruar për koncertin e Kanye West. Për çfarë konkretisht e akuzon Partia Demokratike qeverinë? Akuza në fakt është për abuzim të fondeve publike. Është një padi që sipas kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazvend Bardhi do të dorëzohet në SPAK kundër kryeministrit Rama dhe ministrit Blendi Gonxhia, ka qenë ministri që ka marrë gjithë pjesën e organizimit të eventit për cilin po flasim. Mjaft interesant është fakti, motivi pse po e bën Partia Demokratike diçka të tillë. Dhe sipas njoftimit të shpërndar 2 ditë më parë, unë përlexoj, zoti Bardhi shkruan: kur Edi Rama ishte në opozitë, denonconte 3 evente publike të organizuara për festimet e 100 vjetorit të pavarësisë me vlerë 1 milion euro, duke i cilësuar si abuzim me ligjin dhe një oportunitet korrupsioni. I njëjti Edi Rama 14 vjet më pas miraton një fond 4.2 milion euro për një koncert privat, pas një procedurë në shkelje flagrante të ligjit me fondet që duhet përdoren vetëm në rastet e fatkesive natyrore apo masave të jashtëzakonshme. Me standardet që ka vendosur vetë ai, thot zoti Bardhi, Edi Rama duhet të përgjihet penalisht për abuzim me 4.2 milion euro të taksapaguesve shqiptar, pra duket një qasje e Partisë Demokratike sy për sy e dhëm për dhëm. Momentin do të kemi mundësi të flasim edhe më vonë gjatë adysotit të ditës së sotme, ndërkohë që ne të nderuar teleshikues, shkojmë në një kënd tjetër të objektit të Kuvendit të Shqipërisë për të folur me gazetarin ton Igli Çelmeta. Indrit Manaku dhe kamera jonë na ofroi pamje të një përqendrimi të shumë të punonjësve të policisë. Të shohim se çfarë na ofron kamera e Igli Çelmetës.